Ajo që kam la përshtypje kur mësova për kursin e juj dhe shkollën e juj, sepse mund të themi lirisht që ka një sistem, një kurikull shumë të veçantë, është edhe ajo pjesa private e organizimit të takimeve me student, ku nuk ka shumë zhurmë, kur ka koncentrim vetëm të një individ, dhe që ka një ide të sakt të kohës së arritjes për secilin që dëshiron me mësu. Jo vetëm gjuhën në komunikim, po edhe gjuhën profesionale, për shembull gjuhën ekonomike, ata që punojnë ekonomik, gjuhën shëndetësore, për shembull unë që punoj në shëndetësi, ose çka do tjetër. Po, duke fillu prej ambientit, që është shumë i veçantë, është me klasë individuale. Që po kemi mundësi me i pa dhe mund ta shihnin pamje, po. Pra klasë na nuk i kemi me të mëdha, ku mësimi zhvillohet me shumë kandidat. Nëse flasim tash specifikisht për sistemin brenda, e kemi klasë ku zhvillohet mësimi vetëm individualisht edhe në çift. Pra me oferta individuale me një kandidat, edhe në çift me 2 kandidat. Për shkak të efikasitetit. Do të thotë, ndoshta më shumë lek sjell ajo nëse punon me grupe të mëdha, po na kur nuk jemi shku me atë qëllim. Jemi shku me qëllimin ta ndjekim cilëtetin, e atëherë të tjerat vinë mas. Në shkollën tonë vinë grupmosha të ndryshme, kryesisht edhe grupmosha pak më të mëdha.